3 njerëz janë ata të cilëve Allahu duan lutjen nuk u akthen mbrapa. Lutjet e tyre nuk kthehen mbrapa. Lutet Allahu ja pranon. Kush janë këta? Ai i cili nuk kërkon prej Allahut, Allahu është i hidhruar ndaj tij. Kur ke bo dua? Kur e ke lut Allahun Azza wa Jall? Por çfarë të lutemi? Çka mund ta lutim Allahun Azza wa Jall? Më i pamundshmi në mesin tuaj është ai i cili s'mundet me bo dua. Ruaju nga duaja atij që i është bë zullum. Sa të mira ti ka dhënë Allahu, pa i kërku hiç. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Jemi duke kaluar së bashku momente të këndshme, qaste të bukura, momente adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jall, adhurime të ndryshme të ditës edhe të natës, secili është duke u munduar që t'i realizon adhurimet e tij ndaj Allahut Azza wa Jall, ndërsa ne e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetet tona të na i pranon. Jemi së bashku në këto ditë të cilat janë të shtrenjta, të cilat janë të mëdhaja, të cilat janë me mirësi të shumta që besimtari duhet të mundohet t'i shfrytëzon. Secili prej nesh është sot nën mirësi të shumta të cilat vijnë prej Allahut Azza wa Jall. Gjatë këtij muaji të bekuar mund të arrijmë në faljen e gjunaheve tona tek Allahu Azza wa Jall. Mund të pastrohemi nga shumë gabime që i kemi bërë në të kaluarën. Mund të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Mund të lirohemi të shpëtojmë veten tonë nga zjarri i xhehenemit në kohën, në netët që Allahu për çdo natë liron njerëz të caktuar nga zjarri i xhehenemit. Mund të bëjmë dhe mund të bëjmë shumë mirë, po në mesin e shumë këtyre mirësive që na rrethojnë është edhe një mundësi, është edhe një shans, është edhe një mirësi nga Allahu Azza wa Jall, të cilën ne si musliman, sidomos tash si agjërues, duhet të mundohemi ta shfrytëzojmë. Cila është ajo mundësi? Është që ne në këtë kohë që jemi agjërueshëm, jemi në ato momente, jemi në atë kohë që Allahu duat tona, lutjet tona nuk i kthen mbrapa. E cili prej nesh nuk ka nevojë për Allahun Azza wa Jall, cili prej nesh nuk ka dëshira, cili prej nesh nuk ka nevoja, cili prej nesh nuk ka gjëra në jetën e tij, qoftë për dunja dhe qoftë për ahiret, e mos të ketë nevojë ta lut Allahun Azza wa Jall. Në kohën që jemi agjërueshëm, duat tona pranohen. A nuk është kjo një mirësi e madhe nga Allahu Azza wa Jall? A nuk është kjo një shans, një mundësi të cilën ndoshta e kemi kërkuar dhe e kemi hulumtuar gjatë gjithë vitit,
ja ku është momenti, ja ku është mundësia. A ki ndonjë gjë? A të mungon ndonjë gjë? A të mundon ndonjë gjë? A e shpreson ndonjë gjë te Allahu Azza wa Jall? Po, tash është momenti. Mundësi e art, ai i cili lutet, Allahu Azza wa Jall ati njeriu nuk i a kthen duan mbrapa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 njerëz janë ata të cilëve Allahu duan lutjen nuk u a kthen mbrapa. 3 njerëz janë ata të cilët kur të luten Allahu duan e tyre e pranon. Kush janë këta njerëz? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-saimu hatta yuftir. Agjëruesi deri të ban iftar, deri në kohën që çel iftar. Agjëruesit Allahu Azza wa Jall i a pranon duan. A jemi ne agjërues? Ne elhamdulillah për çdo ditë jemi agjërues. Prej momentit që fillon agjërimi, ti e ki mundësinë para vetes që ti lutesh Allahut Azza wa Jall. Për çfarë? Për çdo gjë që ki nevojë, për çdo gjë që ki dëshirë. E lut Allahun Azza wa Jall prej momentit që je agjërues. Kur është momenti që më afër mundësia është të pranohet duaja, sa më shumë që ke agjëruar, aq më afër është mundësia. Ke agjëruar 5 orë, ka kohë ende. Ke agjëruar 10 orë, ka kohë ende. Sa më shumë që ke bë ibadet deri në prag të iftarit. Në këtë kohë duaja e lutësit pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Jo rasisht, nëse ndaleni pak dhe analizoni pak dhe i shihni ajetet e agjërimit, të cilat ma vetëm se janë të njohura në mesin e të gjithve, nëse i analizon ajetet e agjërimit, të gjithë e keni dëgjuar një ajet ku Allahu Azza wa Jall thot, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bë obligim agjërimi, si që ishte obligim për popujt para jush, në mënyrë që ju të baheni të devotshëm. Ky është ajeti i cili flet për agjërimin. Pas këtij ajeti Allahu Azza wa Jall na tregon për 2 grupet njerëzit të cilët mund të mos agjërojnë, i sëmuri dhe udhtari. Pas atij ajeti Allahu thot, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit në të cilin zbriti Kurani. Pas këtyre ajeteve të agjërimit, e keni parasysh cili ajet vjen? E keni parasysh çka thot Allahu Azza wa Jall? Pas këtyre ajeteve të agjërimit, Allahu Azza wa Jall thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robrit e mi për mua, un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Let më përgjigjen ata mua, let më besojnë mua në mënyrë që të jenë të udhëzuar. Në këtë ajet Allahu na tregon, na nxit që ne ati t'i lutemi. Dhe pas këtij ajeti vazhdon përsëri ajeti tjetër, uhilla lakum lejlata siyami rafathu ila nisaikum. Lejohet që natën njeriu të flenë me bashorten e vet dhe të ketë kontakt me bashorten e vet në kohën e Ramazanit natën. Ndërmjet ajeteve të agjërimit, ajeti i duas. Ajeti i duas, para këtij ajeti rregullat të agjërimit, pas këtij ajeti rregullat të agjërimit. Po pse ky ajeti i duas ka ardhur ndërmjet rregullave të agjërimit dhe rregullave të agjërimit, ndërsa duaja nuk ka të bëjë direkt me ndonjë rregull të agjërimit apo të muajit të Ramazanit? Por çfarë arsye?
nga se për agjëruesin është mundësia e artë dhe është shansa e rrallë, është momenti i veçantë që ai të lutet, atë lutje, atë dua, Allahu nuk e kthen mbrapa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 njerëz, a jemi prej atyre? 3 njerëz, te i pari grup, se cili prej nesh duhet të ban pjesë, apo vetëm se ban pjesë. 3 njerëz, lutjet e tyre nuk refuzohen, lutjet e tyre nuk kthehen mbrapa, lutet, Allahu ja pranon. Kush janë këta? I pari i tyre, es-saimu hatta yuftir, agjëruesi, deri të vjen momenti të qel iftar. A je agjërueshëm? Po, është mundësia. Është mundësia. Lutë Allahun azza wa jall. Tha Allahu në Kur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tha Allahu, tha Zoti juaj, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata që paraqiten mendje mdhej ndaj ibadetit ndaj Allahut. Më lutni mua, ata që paraqiten mendje mdhej ndaj ibadetit. Për çfarë arsye? Nga se duaja është ibadet. Duaja është prej ibadeteve më të mëdha. Ai i cili paraqitet mendje madh nuk e lut Allahun. Unë nuk lutem. Unë vetë mri. Unë vetë i baj, sa të baj vetë aq. Unë nuk lutem hiç. Se yadkhuluna jahannama dakhirin. Ai i cili paraqitet mendje madh ndaj Allahut azza wa jall dhe nuk i lutet Allahut. Subhanallah. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili nuk kërkon prej Allahut, Allahu është i hidhruar ndaj tij. Nëse ti nuk lutesh, nëse ti nuk ban dua, kur ke bë dua? Kur e ke lut Allahun azza wa jall? Nëse ti nuk i ban dua, nuk i lutesh Allahut, Allahu ndaj teje është i hidhruar. Por dallim të krijesave sa më shumë i lutesh, sa më shumë kërkon prej krijesave, krijesat hidhrohen. Pse hidhrohen? Pse i kërkon? I kërkove një herë të kryti punë, i kërkove herën e dytë kryti punë, herën e tretë ballma. Ai vesh me ty ka mu marrë. Mos lip ma, 1 herë, 2 herë, 3 herë, ballu bo. Dhe të njeri u kry mbyllë dera. Jo, të Allahu është komplet ndryshe. Allahut nëse nuk i lutesh, nëse nuk i kërkon, Allahu hidhrohet ndaj teje. Të bëjmë dua, të lutemi të Allahu azza wa jall. Por çfarë të lutemi? Çka mund ta lusim Allahun azza wa jall? Allahun azza wa jall mund ta lusim për çdo gjë, vetëm mos të jetë mëkat. Vetëm mos të jetë gjuna. Por ndryshe, çdo gjë që ki nevojë në jetën tënde, për dunja dhe për ahiret, lutë Allahun azza wa jall. Lutë Allahun azza wa jall. Mos nguro, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i pamundshmi në mesin tuaj. A ke pa ka njerëz që s'mujnë me bë kur gjë. Ama bash hiç kur gjë. As ndonjë punë, as ndonjë detyrë, as ndonjë obligim, as ndonjë angazhim, po as ndonjë gjë edhe më thjesht, as ndonjë gjë. A di kush është ai i cili bash hiç kur gjë s'mundet me bë? Më i pamundshmi në mesin tuaj është ai i cili s'mundet me bë dua. Edhe dua s'mundesh me bë. Ta falish namazin, duhet pak angazhim. Ta agjërosh, duhet pak angazhim. Të japësh zekat, sadakat, duhet me dhënë prej pasurisë. Të shkosh në umre, në haxh, duhet. Çdo ibadet që e bën, duhet pak më shumë. Me bë dua. Dua s'mundesh me bë, mi çu duart edhe me lut Allahun, edhe këtë s'mundesh me bë. Ky është më i pamundshmi, më i dobti në mesin e njerëzve, ndërsa më kopraci, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më kopraci në mesin e njerëzve është ai i cili nuk është në gjendje me dhënë selam.
Edhe selam nuk është gjendje me dhënë. Jo me dhënë të holla, jo ari, jo argjent, jo pare, jo diçka që ka ndonjë vlerë. Selam s'është gjendje me dhënë. Ky është ma kooperaci në mesin e njerëzve. Ndërsa duaja është prej ibadeteve më të mëdha ndaj Allahut Azza wa Jall. Janë lutur pejgambert Allahut Azza wa Jall. Allahu disa prej lutjeve të tyre i regjistroi në Kur'an. Nuhi alayhi salam i lut Allahut Azza wa Jall, wa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuhi alayhi salam e thiri popullin 950 vite. Mirë po populli e kundërshtuan, e refuzuan, nuk e besuan, nuk e pranuan, derisa Nuhi a.s. tha, o Zot, ata më kanë mund mua. Unë jam vet, ata janë krejt populli. Unë po mundohem për të mirën e atyre, mirë, po ata janë kundër asaj të mire. O Zot, ndihmom! Allahu Azza wa Jall popullin e Nuhit a.s. e shkatroi në përgjithësi. U lut Musa a.s. dhe tha, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. O Zot, ma lehtëso, ma zgjero gjoksin, ma largon nijen e gjuhës time që kur të flas në mënyrën më të mirë, që ata ti kuptojnë fjalët e mia. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Musa a.s. kërkoi ndihmë nga Allahu Azza wa Jall. Ja Rab, na mundso që edhe Haruni, vllau im, të jetë bashkë me mua, të jetë ai i cili do të më ndihmon në thirrjen time, do të jetë pejgamberi Allahut, të dy do të thrasim në rrugën tënde, që ne të falenderojmë ty dhe të madhërojmë ty edhe më shumë. Allahu Azza wa Jall tha, Qala laqad utita su'laka ya Musa, ne ta dham ty atë që kërkove, ne ta dham ty. Wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Ama jo veç këtë, ne dham ty edhe më herët, edhe në të kaluarën, edhe pa kërku Musa a.s. fare. Musa ishte foshnjë i hudhur në lumë. Kush e ndihmoi atë? Allahu. Musa ishte në fronin e mbretit. Kush e shpëtoi atë? Allahu. Musa u largua pasi e mbyti një njeri gabimisht. Kush e shpëtoi atë? Allahu. Musa u përball me Firaunin. Gjitha këto, wa laqad mananna alayka marratan ukhra, edhe më herët, edhe pa i kërkuar Allahut, Allahu ty të dha. Po pasi i kërkove dhe ktheje pastaj në jetën tënde të përditshme, edhe shikoje sa të mira ti ka dhënë Allahu pa i kërku hiç. Ti hiç në jetën tënde, fare ti në jetën tënde nuk i ke ngrit duart me lut Allahun, o Allah, ma jep këtë dhe ma jep atë. A ke lut Allahun? Jo, Allahu ti ka dhënë. Sa të mira ti ka mundsu Allahu pa i kërkuar fare. Disa janë ato ti s'mundesh me i numru asnjëherë. A ke lut Allahun me dhënë shëndet? A ke lut Allahun ndonjëherë në jetën tënde me t'i dhënë syt? A ke lut Allahun me t'i dhënë veshët? A ke lut Allahun me t'i dhënë duart? A ke lut Allahun me t'i dhënë këmbët? A ke lut Allahun me t'a dhënë gjuhën ti me ditë me fol, me komuniku me njerëzit? A ke lut Allahun për shëndetin tënd, së paku në fillim për vetveten tënde? A ke lut Allahun? Jo, ti dha Allahu. Ti dha Allahu pa i kërku fare, po kur ti i kërkon, kur ti i lutesh Allahut Azza wa Jall, Allahu është ai i cili të përgjigjet. As-saimu
hatta yuftir. Agjëruesi, këti nuk i kthehet duaja mbrapa. Agjëruesi, deri kur? Deri kur të qel iftar. Deri në momentin që të ban iftar, ki orë, ki minuta, ki momente të shumta, që ti qka du të me bo? Kur gjos du të me bo? Vetëm ngriti duart edhe lute Allahun sinqerisht, Allahu ta pranon. Mirë po fatkeqësisht, në sa raste ne të rokasim në duart e të tjerëve. Ne të rokasim ndoshta në duart e të gjithëve, mirë po, nuk kërkojmë prej Allahut Azza wa Jall. Kërko prej Allahut, nga se Allahu është ai i cili i pranon gjitha lutjet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Grupi i dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal imamul adil, agjëruesi i pari. Imami i drejt i dyti. Kush është imami i drejt? Një pris i një populli i drejt. Një kryetar i një populli i drejt. Një udhëheqës i një populli i drejt. A ka kryetar të drejt? A ka prijes të drejt? Kjo është një prej vështirësive më të mëdha që të arrihen në mesin e njerëzve. Mirë po ai i cili e arrin është i dalluar dhe është i lavdruar në fenë Allahut Azza wa Jall. Nuk është çështja vetëm të kërkohet pozita, të kërkohet posti, të kërkohet niveli, të kërkohet karika dhe pastaj në momentin që ulemi dikund lart, ma nuk shohim dhe ma nuk njohim. Jo, imami i drejt, prisi i drejt, ai i cili mundohet të vendon drejtësi në mesin e popullit. Ky është nga ata që kur ta lut Allahun, Allahu ja pranon. Ky është nga ata që në ditën e gjykimit do të jetë nën hije, në atë ditë që nuk ka hije tjetër pos hijes së Allahut Azza wa Jall. Ky njeri i cili e merr një post, e merr një pozit, mundohet t'ia jep hakun asaj, ky është nga njerëzit e mirë të dalluar në mesin e muslimanëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 grupe, 3 njerëz janë ata të cilëve duaja nuk ju kthehet mbrapa. As-saimu hatta yuftir, agjëruesi deri kur të ban iftar. Wal imamul adil, prisi i drejt, udhëheqësi i drejt. Dhe njeriu i tret apo grupi i tret të cilëve duaja nuk ju kthehet mbrapa, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul madhlum, dhe duaja e atij që i është bë zullum. Dhe këtu besimtari duhet të ketë shumë kujdes. Duaja atij që i është bë zullum. Të ruhemi në jetën tonë, mos t'i bëjmë padrejtësi askujt. Në momentin që i bëjmë dikujt padrejtësi, në momentin që i bëjmë dikujt zullum, jemi të rrezikuar. Por çfarë arsye? Atij që i është bë zullum, i mbetet vetëm një gjë. Nëse ai ngrit duart edhe thot ja Rabb, nëse ai lutet kundër teje, dije se duaja e tij është e pranuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, në momentin që e dërgoi Muadhin radhiyallahu anhu në Yemen, i dha disa porosi dhe pastaj i tha, ittaqi da'watal madhlum, o Muadh, ruaju nga duaja atij që i është bë zullum. Ruaju. Mos t'i bëj dikujt zullum, nga se nëse ai lutet kundër teje te Allahu, ndërmjet duas së tij dhe Allahut nuk ka perde. Ndërsa në këtë hadith tha, duaja e tij ngritet, dyert e qiellit hapen, ajo dua arrin te Allahu. Allahu thot, la'ansurannaki walau ba'da hin, unë do të ndihmoj ty që të i bë zullum, unë do të ndihmoj, po qoftë edhe pas një kohe. Atij që i është bë zullum, nëse lutet te Allahu, duaja e tij pranohet. Andaj ne si musliman duhet të kemi shumë kujdes, mos t'i bëjmë dikujt zullum, mos t'i bëjmë dikujt padrejtësi. E nëse na është bë padrejtësi,
E nëse na është bë zullum, cila është më e mira? Më e mira është që ne t'ia falim njëri tjetrit. Të kanë bë zullum, në rregull. Nëse ja fal për hir të Allahut, kjo është më e mirë. Të kanë ofendu, të kanë shajt, të kanë randu, kanë shpif kundër teje. Ndoshta ta kanë marrë hakun me dhunë, ta kanë marrë tokën me dhunë, ta kanë marrë pasurinë me dhunë. Ndoshta në jetën e përditshme ta kanë prish harmonin, lumturin, disponimin, ta kanë prish jetën tënde. Nëse je në gjendje me fal, kjo është më e mira. Po nëse nuk e fal, nëse lut Allahun, dije që ajo dua pranohet, kundër edhe vllaut tant, kundër edhe shokut tant, kundër familjarit tant, kundër atij që ti lutesh, mendoje mirë dhe peshoje mirë, mos të bëhesh edhe ti në të njëjtën kohë zullumqar. Po si ka mundësi mu bë dhe ti zullumqar me lut Allahun Azza wa Jall kundër dikujt që të ka bë zullum me diçka më të madhe edhe më të rëndë se sa zullumi që të është bë. Para disa ditëve një njeri i ban pyetje një hoxhës, një dietarit në tokat arabe, thot kështu më ka ndodhur. Kam qenë në një punë, i kam bë gati disa dokumente, disa letra. Më kanë marrë shumë kohë. Më kanë marrë shumë angazhim, i kam dorëzu me shpresën që do të kry punë. Dhe pasi i kam dorëzu, jam fjalos pak me personin që është aty në vendin e punës, dhe ai njeri dokumentet e mia i ka marrë, i ka shkoq, i ka coptu, mi ka hudh. Subhanallah, a është kjo zullum? Edhe kjo është zullum. A është padrejti? Është padrejti. Në momentin që më është bë zullum, i kam ngrit duart. Subhanallah, kujdes shumë nga njëra anë, kujdes shumë edhe nga ana tjetër. Thot i kam ngrit duart dhe kam thonë, ja Rab, coptoje këtë njeri ashtu siç i ka coptuar dokumentet e mia. Letrat e mia cop, bane këtë njeri cop. Pasha Allah, thot, nuk kanë kaluar për vetë se 3 ditë, pas 3 ditëve më ka ardhur lajmi që ky njeri ka bën ndeshje. Nuk ja kanë gjetë trupin e tij për vetë se cop. Allahu na ruaj. E pastaj ky njeri ban pyetje, tash une, a jam fajtor? Tash une, a jam gabim? Tash une në këtë rast, a jam zullumqar? Subhanallah. Edhe ti në këtë rast je gabim. Ti nëse ban dua kundër, me gjithë se më e mira është falja, po nëse ban dua kundër, ban dua vetëm në atë shkallë, sa të i bë zullum dhe jo ma shumë, nga se atëherë edhe ti kalon në anën e zullumqarit. Dhe atëherë edhe ti je në rrezik para Allahut Azza wa Jall. Andaj nga ky hadith në kuptojmë që 3 njerëz janë ata të cilëve Allahu nuk u kthen duan mbrapa. Cilët janë ata? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-saimu hatta yuftir, agjëruesi deri të çel iftar. Grupi i dytë, wal imamul adil, prisi drejt, dhe grupi i tretë, wa da'watul madhlum, dhe duaja atij të cilit i është bë padrejtësi, gjithashtu këtij njeriu Allahu nuk ja kthen duat mbrapa. Ne në këtë kohë që secili prej nesh është agjërues, për çdo ditë jemi agjërues, me orë të tëra jemi agjërues, nevojat tona janë të shumta, dëshirat tona janë të shumta, shpresat tona janë të mëdha. Në kohën që jemi agjërues, të lutemi tek Allahu Azza wa Jall për çdo gjë, për vetveten tonë, për jetën tonë, për planet tona, për organizimet tona, për ëndrat tona, për imanin ton, për islamin ton, për ibadetet tona, për gjunahet tona. Pastaj të lutemi për prind tan, për familjet tona, për gratë tona, për fëmijët tan, për dashamirët, për të gjithë ata që i njohim. Të lutemi për të gjithë, të lutemi sidomos për një ditë
në të cilën do të zbret çdo gjë, do të peshohet çdo gjë, do të del në shesh çdo gjë, e njerëzit do të ndahen disa për në xhennet e disa për në xhehenem. Të lutemi që Allahu Azza wa Jall të na ban nga banorët e xhenetit. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu adhurimet tona të na pranon. Allahu gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.